Leoni, okay. Gati. Gati. Përshëndetje të gjithëve, nga kambi servitori i kombëtares këtu në Malaga, në Esteponat të Malagas, ku ekipi po përgatitet për ndeshje miqësore me Gibraltarin që luhet nesër, duke filluar nga ora 18 në Gibraltar, dhe më pas për ndeshjen e 9 shtatorit kualifikuese ndaj Letonisë në stadiumin Air Albania në ora 20:45. Jemi në këtë konferencë zyrtare për mediat me trajnerin Silvinho dhe mbrojtësin Mara Shkumblla, të cilët do të përgjigjen pyetjeve të gazetarëve, të cilët po na ndjekin online në këtë komunikim. Do të fillojmë me mbrojtësin Kumbulla dhe më pas me të mbaruar Kumbulla do të bashkohet me ekipin, do përgatitet për stërvitjen, ndërkohë që ne do të vazhdojmë me trajnerin Silvinho. Atëherë, nisim me pyetje për Kumbullën, Elvis Rexha. Kumbulla, dëmtime të shumta në skuadër, por dhe një largim i papritur i Bajramit që ka zgjedhur të vazhdojë me kombëtarin e Zvicrës. Si po përjetohet kjo situatë në skuadër në një moment kur kemi përpara një objektiv shumë të rëndësishëm? Po, ekipi është mirë, me thënë drejtën, gjithë cili ban zgjidhjet e veta. Ne mendojmë më shumë për vete, domethënë për grupin që jena këtu, lojtarët që janë me Shqipërinë, dhe besoj se nuk do mendojmë asgjë për lojtarët që nuk vinë, se kanë marrë një zgjidhje tjetër. Lenita. Okej, prit vazhdojmë me pyetjen tjetër atëherë. Sauku, Endrit Sauku, pyetje për Kumbullën? Jo, atëherë kush ka pyetje për mbrojtësin Kumbulla? Tani, prifti? Endrit, nuk dëgjohesh, Endrit. Po i dëgjoj të gabim, jam konjuar të gabim. Lutem përsërit edhe një herë, Endrit, se nuk dëgjohesh. Po. Endrit, fol. Kemi vojtur në mbrojtje ndeshjet e fundit që kemi gjatë. Janë korrigjuar këto gabime, janë parë në alarmisën e ekipit për të mos i bërë më të paktën ato që kemi patur në Letoninë apo në Serbinë. Janë parë që mos i përsërisim më dhe të marrim një fitore me Letoninë në ndeshjen e radhës. Po, e kena pa videot, kena analizuar videot e gabimet që kena bërë me ndeshjen me Letoninë dhe me Serbinë, gjithsesi me Serbinë s'kena marrë gol. Pasi gjë do t'i përmirësojmë, kena pas kohë për me punu këto në Malaga. Asi gjë tash kena menjen për Gjorgjin, në këtë miqësore përpara, dhe të shohim edhe për ndeshjen me Letoninë. We've been suffering in the defense part on the previous matches, and there has been some mistakes. What have you done to improve those mistakes in order to win, because this is a very important match? And the answer was that we've been watching the videos and analyzing all the previous mistakes, but of course we've been working on improving them, and we are thinking only on this next match against Gibraltar, and then to think about Letonia. Okej, pyetje tjetër për mbrojtësin Kumbulla? Erion, po? Marash, duke qenë se në këtë grumbullim kombëtarja ka mungesa të konsiderueshme në mbrojtje, është Bajrami që vendosi për Zvicrën, është Ismaili i dëmtuar. A e mendon këtë ndeshje me Gibraltarin si një mundësi ndoshta atar për të marrë vendin e titullarit edhe në ndeshjet zyrtare? Po, jam gjithmonë gati për Shqipërinë, sepse to është kombëtare, domethënë kombëtarja është e parë e tonëve.
Normalisht se gjithë lojtarët do me lujt, kanë qef me lujt për kombëtarin, po unë jam në dispozicion trajnerit, ekipit dhe shohim, nuk kam shohim çfarë po zgjedh trajneri. Since we've been missing players in the defense, in the defensive side, do you think that this is a very golden chance for you to win, maybe to be a starter in not only friendly matches but also in the official matches in the future? And the answer is that I'm always ready whenever the coach wants me to play, and of course every player wants to play for the national team because national team comes first, but I'm always available anytime I'm asked to. Okej, pyetje tjera për Mbretësin Kumbulla? Po, Enrico Gaba, ja, po. Ekipi Gibraltarit apo ndoshta një ekip më i fortë. Lutem përsërite Enrico se ka shkëputje, nuk të vjen zër. Të lutem përsërite edhe një herë. Ashtë një që do ta bëjnë muta dhe. Që ligi Nuk e gjemë dot. Kjo. Atëherë, Enrico nuk të gjej dot ke për mute. Ka pyetje tjetër për Mbretësin Kumbullas? Treviza, Tani, Reggia, Rion. Nuk kemi, mirë atëherë. E falenderojmë Kumbullën për pranimin e tij në këtë konferencë, ne do të vazhdojmë me trajnerin, ndërkohë futbollistët do të bashkohet pjesës tjetër të grupit. Faleminderit Marash. Faleminderit. Ne vazhdojmë me trajnerin Silvino. Farò una considerazione in occasione di queste domande. La prima domanda da lui. Atëherë, vijojmë me pyetjet për trajnerin. Reggia, Elvis Reggia, Supersport. John? Reggia, do të hapësh zërin. Okej. Reggia, do të hapësh zërin. Nuk dëgjohesh, Regj. Atëherë, mister. Okej. Përshëndetje. Përshëndetje. Shihet, mirë. Mirë, si është gjendja e skuadrës me këto problematikat e ditëve të fundit, dëmtimet, çështja Bajrami, si ndjeni dhe ju vetë personalisht me një situatë të tillë në një moment ku kemi përpara një ndeshje shumë delikate, i referohem jo miqësore të nesër, por asaj me Letoninë. Since we are going to face a very important match. Since we're going to face a very important match in 2 days, the second match is against Latvia and very important. I'm referring to that match mostly. How is the team doing since we've got some players out because of their condition? Also, the very unexpected departure of Bajrami. How do you feel personally from this situation? We are talking about përshëndetje. We are talking about 2 questions. Yes. Is it? All right. Just a moment, guys. All right. So, The missing players. how about the first question? We know that we have to play against Latvia at home in a few days, and you have to prepare really well that game. It's really hard. They are a physical team, good set pieces, very organized team, and also just thinking about recording for about the first question to
Marash, he said that you serve, or someone asked him that you suffered a lot in the defensive part against Latvia in the first match. I have to say that you suffered a lot as a team in the first half, even in the first half. How about the question? Yes, you have to prepare really well. The game is gonna be hard, difficult, it's an important game, and you have to prepare it. So we are in the good way. When you're talking about the players that you're missing in the last week, practically, that's the national team. So I'm used to work in the national team. As I told you, you know it. So I have I come from 3-4 years in the Brazilian national team, so it's happened a lot in Albanian national team, happened to everyone. You have to be prepared to go the second lines or second waiting list that you have, so we had no problem. So unfortunately, some players is injured, they are out, but you had to get another one. We are happy to the players that you've got in the team, and also we have no excuse. You have to prepare really well the next game against Latvia. So would like to translate that part and also yes. Për sa I përket ndeshjes, sigurisht është një ndeshje shumë e rëndësishme. Luajmë me Letoninë në shtëpi në Tiranë, është një ndeshje shumë e rëndësishme, të cilët po e përgatisim shumë mirë. Sigurisht Letonia është një ekip I vështirë, është një kundërshtar I vështirë, skuadër fizike dhe shumë organizuar. Dua të bëj një lloj korrigjimi tek pyetja që ju bë Marash Kumbullës pak më përpara dhe u konstatua që kemi vuajtur gjatë në aspektin në fazën defensive në ndeshjen ndaj Letonisë. Mendoj që kemi vuajtur si skuadër duke nisur që nga minutat e para të pjesës parë. Sigurisht që jemi duke u përgatitur, është një ndeshje e vështirë që na vjen përpara, kur ke lojtarë të cilët të mungojnë e bën punën pak më të vështirë, por e tillë është puna në një kombëtare. Unë kam punuar 3-4 vite me Brazilin, është diçka që I ndodh edhe një ekipi si Brazili, na ka ndodhur dhe ne më përpara, por që duhet të përgatitesh dhe të kesh sigurisht edhe opsione të mira dhe ne mund të kalojmë tek le të themi lista e dytë e lojtarëve, por jemi shumë të lumtur me lojtarët që kemi dhe do të bëjmë më të mirën. So I have to answer the second one even in English. Yes. Yeah, all right. Why? The question is in Albanian, no? Yeah. Right, up to you. So when you're talking about Adrian Bayram, it was simple, guys. We had a waiting list 17th of August. 2 weeks later, I didn't have any answer from any club or any player, so I was free to go to the list when you're talking about 23 players that you bring to play the 2 games that you have a friendly game in Latvia. So Latvia, and also 1 day later, someone from the federation called me and said that Adrian Bayram chose to change the federation. So of course, and it was on Saturday. I spoke to him for about half an hour by telephone, of course, and everything is clarified. So good luck for the players. Happen a lot around the world. Even again, so the experience that I had in Brazil from some 2-3 players when talking about Brazil and Italy. Nothing to say anymore. It was the truth. Unfortunately, but nothing to do. All the best for the player. Për sa I përket situatës me Adrian Bayramin, ne kemi plotësuar waiting listën e pritje, pra të listën e madhe të lojtarëve që në datën 17 gusht, edhe gjatë këtyre 2 javëve nuk kemi pasur ndonjë përgjigje ose ndonjë feedback nga klubet e secilit lojtar. Dhe më pas konferencës për shtyp datës 29, kur ne nxjerrim një listë precize të 23 lojtarëve të cilët duhet të grumbullosh për 2 ndeshjet e radhës, nuk pati ndonjë ndryshim.
dyshim dhe më pas një ditë më pas dikush nga federata më telefonon dhe më thotë që Adrian Bajrami ka zgjedhur të përfaqësoj kombëtarin e Zvicrës. Kam folur më tej rreth 30 minuta në telefon me të. Nuk kam shumë gjëra për të thënë sepse kjo është një situatë që ndodh kudo nëpër botë, edhe gjatë kohës që kam asistuar me kombëtarin e Brazilit, kanë qenë 2-3 lojtarë të cilët ishin mes zgjedhjes së Brazilit dhe të Italisë. Kjo është e vërteta fatkeqësisht, por që ju uroj gjithë të mirat edhe shumë fat lojtarit. Okej, Sauku të Voklan, Hendrit. Atëherë mister, kemi thënë që do t'i besoni lojtarëve që keni grumbulluar gjatë gjithë kësaj kohe, ndërkohë kanë ardhur dhe të rinj, nga ata që mund t'i quajmë debutues në grumbullimet tuaja. Në ndeshjen me Gibraltarin do të shikojmë pak a shumë formacionin I cili do të luajë me Letoninë apo do keni edhe pak prova për të arritur tek ai formacion? You've said that you trust the list that you've made, list of the players that you called up at the beginning, but we see that there are new players coming up these recent days. Are we going to see the lineup being tried, let's say, on the match against Gibraltar, or are you going to make like some new changes and stuff? Are you going to play with the players that maybe they play against Latvia as well? Again in English? Yeah, Why? because we have the journalist from Gibraltar. My camera. Oh, right, I got it. So, all right, I'm sorry. It's true. So someone needs to understand what I'm saying. Sorry. I'm used to answer in Italy, but now you've got some new invited. So I'm really sorry, guys. I'm really sorry. Now I got the idea. Listen, yes, true. When you work in the national team, that kind of things always happen. I was talking about Brazil many years ago here, 3 years in a row in the Albania national team. I'm really proud to work here, but the experience say. So you have to prepare 23 players, 24, even 25, but you have to expect that someone get injured and you have to change it. Yes, I'm happy with the players, even the players come now as Cachurri, Chokai, Christian Spendi. So just the first approach with them. So you can see that they came here, try to enjoy the national team. They are really proud, happy. So that's important for the group as well. So the time, the chance for them. And also we've got different kind of games. The first one is a friendly game. I have to be honest, I don't believe in the friendly game since 10 years ago. So everyone wants to go to the pitch, try to win. It's very hard, it's very difficult, and I expect to have that kind of game tomorrow. That's good for us. You have to improve, you have to do our best tomorrow. And also, of course, it's an important game for us in 6 days, 5-6 days. So yes, you have to work in it and have no idea how about 11. I'm thinking about 24, 25 players that you have now. Tomorrow, a friendly game, I repeat it. And also, after tomorrow, I will start to thinking about the first 11, the important game that you have against Latvia. Kur punon në një ekip kombëtar është diçka e tillë ndodh që të përgatitesh për 23, 24, 25 lojtarë dhe më pas mund të presësh edhe që një lojtar ose disa më tepër mund të dëmtohen. Unë jam I kënaqur me lojtarët të cilët kanë ardhur, përmend emrat e lojtarëve Maltin Kacurri, Enes Çokaj edhe Christian Spendi. Shikoj që në momentin që kanë ardhur ta shijojnë realisht kombëtaren edhe ndihen shumë krenar, të lumtur edhe që kanë një lloj mundësie për të luajtur me kombëtaren. Dua të them që janë dy ndeshje shumë të ndryshme të dyja, një ndeshje miqësore dhe më pas një ndeshje shumë e rëndësishme për rezultat. Edhe unë kam thënë dhe më përpara që unë nuk besoj në ndeshje miqësore, sepse të gjitha ndeshjet duhet të përgatiten për të pasur rezultat të mirë edhe për të arritur fitoren. Duhet të bëjmë më të mirën e mundshme në këtë rast, të përgatitemi mirë. Është ndeshje shumë e rëndësishme edhe duhet të punojmë shumë mbi të. Për momentin po mendoj për 24-25 lojtarë të cilët kam, jo 11 me të cilët mund të luaj. Sigurisht pas ndeshjes së nesërme edhe një ditë më pas ndeshjes sigurisht që mund të fillojmë të mendojmë për 11 e Letonisë. And also, guys, I'm really sorry. Today we received Simon Simoni. He came for replace Castrati yesterday.
we knew a week ago I spoke to Castrati. It was difficult to come here to enjoy us 10 days, but you have to taste it. So yesterday we had a training session and Castrati was not 100%, so we changed Simone with us. I believe in that player as well. I brought him to the Europe. He enjoyed a month with us. It was unbelievable atmosphere, it's unbelievable tournament. So Simone is enjoying with us that moment. Dua të them diçka tjetër. Kemi të bashkuar me ekipin edhe portierin Simoni, I cili zëvendëson Elan Castratin, I cili një javë përpara kishte një problematik fizike dhe të duhet ta testonim. Sigurisht që ai erdhi, u bë pjesë e grumbullimit, zhvilluam një stërvitje dhe pa që ai nuk ishte në 100% shëndetit dhe sigurisht që u ftua në këtë rast Simoni, tek I cili besoj shumë. Ai ka qenë edhe pjesë e gjithë eksperiencës mrekullueshme që ne kemi pasur gjatë Euro 2024. Dhe sigurisht që besoj shumë tek ai. Thank you. Okej, Trevizat tuva. Përshëndetje, mister. Përmendës pak më përpara që ka shumë rëndësi ndeshja me Letoninë, ju e dini dhe gjithë e dim, por a ka presion jo vetëm për ekipin, por edhe për ty personalisht, sepse vetëm një fitore mund na duhet, pra sepse çdo rezultat tjetër na nxjerr jashtë loje dhe si është gjendja e Brojës? As you mentioned before, this is a very important match against Latvia, and we all know, you know as well. Do you feel under pressure? Is there a pressure that you feel? Because only a victory could make us go through, you know, in this journey, and maybe another result would be like the end of this journey. And how is Broja doing? Right. Përshëndetje, Treviza. Si et mirë? Yeah. So yes, it's a good one. We start with Broja. Right. Broja is okay. Have no problem. Of course, again. So Broja knows that's important to him to keep playing. I'm talking about his life, his career, his club. So it's very important to keep playing. He's a young player. So it's important to go to the pitch, to help his team, to enjoy the games, get some experience. That's very important. He changed in the last 15 days, so it's a new life. Even in, yes, he's still living in England, but it's a new club, new methodology. He enjoyed for about 64 minutes on the match. And of course, it's not the best one for Broja, but he's getting better, no physical problem, no clinical problem. He is all right, training every single day with us at the moment, and he's okay. How about the first question? Let me just remind, please. Yes, it's thank you very much. Thank you, Lenida. So, yes, it's very important game. I told you before. No, we are not worried about the pressure. We are used to it, even the players. Yes, you have to tell the truth. It's important, decisive game for us, very, very important. But much more important, you have to prepare the game. So one thing, it's okay, you define that is a very important game, but you have to face that game. You have to play well, you have to try to do our best. And also, we have no chance anymore. So that's very important. So the players know it. We know it. We don't care. So of course, we are used to play, to work under pressure. So even the players, I repeat it, no problem. You understand that how important for us that next game. Broja është okay, nuk ka asnjë problem. Broja e di që ai duhet të luajë sa më shumë, është lojtar I ri dhe duhet të jetë vazhdimisht në fushë, të ndihmojë ekipin edhe të fitojë eksperiencë. Javët e fundit është transferuar në një ekip të ri, sigurisht që është brenda të njëjtit shtet në Angli, por sigurisht është një jetë e re, një klub I ri, një metodologji e re loje, ka luajtur vetëm një ndeshje 64 minuta, edhe ai e di që kjo nuk është më e mira për të, por që sigurisht është duke u përmirësuar vazhdimisht, edhe duke u ndjer më mirë, por që ka marrë pjesë në çdo stërvitje apo stërvitet si normalisht edhe është në gjendje optimale.
Për sa i përket ndeshjes me Letoninë dhe presionit, është një ndeshje e rëndësishme siç e thash më përpara, nuk jemi në presion, nuk jemi të shqetësuar sepse jemi mësuar të jemi vazhdimisht në një presion të tillë, dhe ti duhet në ndeshjet e tilla duhet ta përgatisësh veten e ta përgatisësh ta përballësh me ndeshjen. Duhet luash mirë, duhet bësh më të mirën e mundshme. E dim që nuk kemi shans tjetër nëse ka një rezultat ndryshe, dhe lojtarët edhe ne e dim këtë gjë, jemi mësuar me një lloj presioni të tillë, por duhet ta përgatisim ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme. Okej, pyetja radhës, atëherë Erion, pastaj Enrico Gava. Erion Avallare. Desha ndalem edhe pak te Bajrami, sepse është një nga ato lojtarë të cilin trajneri Silvinja ka ndihmuar personalisht kur ishte i dëmtuar te Benfica dhe vendos të largohet në një moment kyç për kombëtaren. Desha di, a ndihet vetë trajneri fajtor që ndoshta nuk e ka aktivizuar të paktën në një ndeshje zyrtare, duke siguruar për të ardhmen. I would like to ask you again about Adrian Bajrami, because he's been having a difficult moment in his career about when he was, injured, and you've helped him while he was still playing at Benfica. Do you feel guilty that maybe you didn't give him a chance or to put him on a game, to play in an official game so he could stay with us? Përshëndetje again, Erion. Good question again. Listen. No, of course I don't feel guilt. I try to do my best. I've got a great staff working every single day in Federation. You tell the truth. I visited this player 2 years ago, 2 years and a half. Even it was amazing history in my life. He's a Brazilian talking a Portuguese from Portugal. If Albanian player talking a Portuguese from Portugal. It was amazing history in my life, great memories. He's a good player, but of course, you told us he had a lot of problems to play in Benfica. He didn't play that. Sometimes you brought him to the national team. I spoke to him the last time in June, to be honest, to start to join us, even some kinds about tactical situation that is really private. I keep it for me, even the player. On Saturday, I spoke to him about 12, 30 minutes, half an hour, and of course, I keep it with me in the player. So I told you, all the best for him. That kind of things happen a lot. I had a kind of experience even in Brazil. Of course, I wasn't the head coach, but I live it. I saw it. Happen a lot. No, I don't feel guilt. Anyway, no chance, no. Jo, nuk ndihem në faj. Unë gjithmonë mundohem të bëj më të mirën për grupin dhe për ekipin. Kam një staf shumë të mirë me cilin punojmë vazhdimisht për lojtarët. 2 vite më parë, kujtoj, është një eksperiencë goxha interesante, sepse ishte një person brazilian duke bërë një bisedë me një person nga Shqipëria, dhe të dy duke folur në gjuhën portugeze. Ai në ato kohë ka pasur pak probleme, nuk luante shumë tek Benfica, edhe sigurisht që i munduar ta suportojmë, edhe i është bashkuar kombëtares në momente të caktuara, së fundmi edhe në qershor, që madje kemi folur, po sigurisht që këto janë element privat që mbeten mes nesh, edhe për disa element taktik që diskutuam specifikisht me Bajramin. Pas vendimit të tij kam folur, siç e thash më përpara, edhe rreth 30 minuta në telefon, po përsëri është një lloj bisede private që mbetet mes nesh. E thash më herët që është një diçka që kam përjetuar edhe gjatë kombëtarës së Brazilit, sigurisht nuk kam qenë trajneri kryesor, por që e kam përjetuar si e njoh si histori, edhe nuk kam çfarë të them më tepër, thjesht suksese lojtarit, por nuk ndihem në faj. Enrico Gabaj. Mister, sa i përket miqësores radhës, a zgjodhët ju Gibraltarin dhe a kishit ndonjë skuadër tjetër në mendje ose të paktën që mund ta kontaktoni, dhe mendoj se rezultati të paktën në plan të parë nuk duket ai më kryesori. Çfarë synon trajneri Silvinjo për kombëtarët shqiptarë në përfundim kësaj ndeshje? Faleminderit. About the friendly match against Gibraltar, did you choose yourself this team? Was there any other team as an option, to play against? And since I think we kind of see that the result doesn't matter in this match, what are you trying to see with this? What are you going to try to see tomorrow? Përshëndetje, Enrico.
Listen, we work together in the federation. I told you before, so you know it, guys. So I'm spent my time working every single day there. That friendly game, we start to work in it 3-4 months ago, even more. Of course, the last word came from our president. Is a fair. But he tried to help us a lot. It's always, I told him, and it's the world of football, everyone knows it, so it's very difficult to prepare. It's a friendly game before, as an official game 3-4 days later. I have nothing to complain. Is everything all right? We got 2 days more, so usually you used to play on 6 and 9 of August and September. I'm really sorry, but that you choose to play 4, so we got 2 days more to recovering, to prepare really well the next game against Latvia at home. So no, we work together. We are happy. Try to enjoy the game tomorrow. It's difficult. I don't believe in friendly game. I believe that game is always, every single game is really hard, difficult, tough. And so it's going to be important, even the result. Yes, I like it. I love it. Go to the pitch, try to compete, to do our best. Si që thashëm më përpara, ne punojmë të gjithë bashkë në federatë dhe unë I kushtoj shumë kohë në këtë rast çdo ditë punës time aty. Kemi rreth 3-4 muaj më parë që kemi rreth 3-4 muaj që kemi diskutuar mbi kundërshtarin e mundshëm për këtë ndeshje miqësore, por sigurisht edhe fjala e fundit takon në këtë rast presidentit, I cili na ka ndihmuar shumë dhe nuk mund të ankohem sepse çdo gjë ka qenë shumë në rregull në lidhje me procedurat. Është e vështirë të përgatitesh për një ndeshje miqësore kur pak ditë më mbrapa do luash një ndeshje zyrtare, por në këtë rast kemi pasur një benefit të vogël sepse luajmë 2 ditë përpara datës, nëse do të kishim një ndeshje zyrtare, kështu që le të themi që kemi 2 ditë tepër për të rikuperuar pas kësaj ndeshjes miqësore. Sigurisht jemi shumë të lumtur. Futbolli duhet shijuar, çdo ndeshje shijohet në këtë rast, çdo ndeshje është e vështirë, nuk besoj tek ndeshjet miqësore siç thash më përpara, sepse në çdo ndeshje ka rëndësi rezultati, mua më pëlqen të futesh në fushë dhe të japësh më të mirë. Okej, pyetja e fundit nga gazetari Luis Parral nga Gibraltari. Luis, the floor is yours. Hi, I'm the reason you're speaking English, I think. Hi, Luis. Love you, mate. Gibraltar away can be a little bit risky. Are you worried that if it doesn't go your way, it could affect confidence for Latvia? Lisa, I just wanted. You asking about Latvia? Yeah, can you please repeat it? I mean, it can be risky. It can affect the match with Latvia. If you fail. Yeah, it can affect the confidence for the match with Latvia. Pra nëse rezultati me Gibraltarin nuk është ai që duhet, a mund të rrezikojë kjo gjë edhe atmosferën edhe përgatitjet për ndeshjen me Letoninë? Hi Luis, përshëndetje. No, I'm not joking. No, listen, it was a mistake from me. I spoke to Fethiom many hours ago. I didn't expect to talk in English, no worries about Kent, of course. Just it's funny because everyone came from Albania. I said, why I have to speak in English? I'm really sorry, mate. You are in. It's important that you understand everything. Listen, yes, it's a good question. So because of that, I don't believe in friendly games. So once you go to play 90 minutes, you have to do our best. Performance, even result is important. I don't think that if you don't have some kind of problem in the match, so it's gonna affect for the Latvia. But I'm expecting a lot of my players. 3-4 players coming to the next time. I'd like to see them. Or the ones they are really young, never had a chance to play with us, starting in the 11th, and you have to see a lot of things as a team, individual players as well, and also other players can enjoy the game, maybe to get opportunity to start against Latvia. So we as I told you, for everyone, so we don't know about the first 11 against Latvia. It's too far away now for us.
So that's opportunity for everyone. I think we are in a good way, and it's gonna be a hard game, difficult game, but at the same time, we would love to see my players enjoying the game, doing really well, and get some confidence to play the next one against Latvia. Si që thashëm më përpara, ndaj unë nuk besoj në ndeshje miqësore, sepse në 90 minuta që ti luan, duhet performosh mirë, rëndësi ka sigurisht performanca, por edhe rezultatet dhe duhet japi më të mirën. Nuk besoj që një problematik ose diçka që nuk shkon mirë në një ndeshje mund të ndikojë tek ndeshja tjetër, në këtë rast me Letoninë, sepse unë pres shumë nga lojtarët e mi, ka edhe lojtarë të rinj të cilët unë dua t'i shoh, të cilët nuk e kanë bërë një 45 minutash, nuk kanë luajtur shumë minuta me neve, dhe dua t'i shikoj se si ata performojnë. Pse jo në aspektin individual, por edhe në aspektin e të qenurit pjesë e skuadrës. Unë dua që ata ta shijojnë dhe t'japin më të mirën e mundshme, dhe pse jo mund të shikojmë edhe një mundësi që në varësi të performancës dikush mund edhe të jetë titullar ndaj ndeshjes me Letoninë, por që siç e thash më përpara, 11 që ndaj Letonisë akoma ne nuk e dim. Është një ndeshje e vështirë patjetër, por është një mundësi e mirë për të gjithë që të bëjnë më të mirën edhe të kenë një mundësi tjetër. Dhe do doja shumë që lojtarët ta shijonin këtë ndeshje. Okej, kjo fundit, ju falenderojmë shumë për prezencën, qoftë edhe virtuale, edhe ju urojmë punë të mbarë. Gjithë mirë. Thank you guys, përshëndetje.